Numri i lindjeve me shifra shqetësuese, Shqipëria dhe Bashkimi Evropian përballë një krize demografike. Lindshmëria po vjen gjithnjë edhe më shumë drejt rënies, si në Shqipëri ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Shifrat janë bërë tashmë shqetësuese. Bazuar në të dhënat e treguesit demografik 2025 dhe 2026 të Instat, qarku me numrin më të lartë të lindjeve mbetet Tirana, ndjekur nga Fieri dhe Durrësi, ndërsa qarqet me më pak lindje janë Gjirokastra dhe Kuksi. Sa i përket numrit të vdekjeve, më i larti është regjistruar në Tiranë, Fier dhe Elbasan, kurse qarqet me më pak vdekje rezultojnë të jenë Kuksi dhe Dibra. Sipas raportit, Shqipëria vijon të ketë më pak lindje nga viti në vit, ndërsa emigracioni dhe plagja e popullsisë po ndikojnë drejt për drejt në të kurrjen e familjeve dhe ndryshimin e strukturës demografike të vendit. Në vitin 2025, Shqipëria regjistroi një shtesë natyrore pozitive prej 1147 personash, ndërsa në tremujorin e parë të vitit 2026, bilanci demografik ka kaluar në vlerë negative, me 368 vdekje më shumë se sa lindje. Më 1 janar 2025, popullsia e Shqipërisë ishte 2.363.314 banor, një rënje prej 1.2% nga viti 2024. Edhe në vendet e Bashkimit Evropian, fenomeni mbetet njësoj, vetëm 23.4% e familjeve në Bashkimin Evropian kishin fëmijë gjatë vitit 2025. Sipas të dhënave më të fundit të Eurostat, nga 203.1 milion familje në total në Bashkimin Evropian, vetëm 47.4 milion përfshin fëmijë.